Berti nga Vlora. E kuptova, Berti mirë je? Mirë, jo mirë vlla. Deri tani, jo, okay, çfarë do të tash? Për një njohje me atë nga Kosova. Po ti Berti ç'mosh ke? 49 vjeç. 49 vjeç ti. I pa fejuar, i pa martuar. Po pse mo Berti? Kam qenë brenda vlla. Ja provo foli një. Vështirë, po. Okej. Foli Berti. Alo? Alo, Vera, si jemi? Faleminderit ju për interesimin. Po, ti duhet lajmërohesh për ka arsye që ke qenë brenda se ne... Po bra. Për çfarë? Po çka ke qenë brenda thot? Po për çfarë kam qenë mos ke gjë vllai? Për moral. Për morali. Se kuptova, më fal, ë. Par? Çfarë do të thonë për moral? Për pastrim morali. Pse ç'ke bërë mo? Po dikush më ofendoi edhe raz brenda. E kuptova. Më dënuan 9 vjet. Një sekond. Të lutem, jo. Po për një sherr të dënuan ty 9 vjet? Po. Sherr me pasojë ishte? Po me pasoja, pse pa pasoja? E brave mo. Të lutem. Pastaj më dënuan 25 më mbrapa. Pse brave njëri tjetër? Brenda. Jo, brave njëri tjetër brenda. Po, për pastrim morali, prap. Aha. Të marrë vesh bab. Ashtu si deshta ajo, me fjallë, të pa fejuar, të pa martuar. Po. Edhe ka shumë, edhe ka të pastër se deshta me thonë drejtë, ka shumë pastrim morali. Po që, tani vetëm a shumë nga gjesh nga të këtë gjallaj, dhe ta nga burgu. Po, ti si logike shumë drejtë, pa diskutim. Po që... I pa fat jam, edhe ajo e pa fat. Me ta duket kjo është fati. Ba ti bet mira saj edhe mua bashkë. E qartë. E të utrëm ajo që, utrëm. Po pse orë, vla? E po tani, edhe ka shumë... Me femra, pëmbër me meshkuj. E qartë. Utrëm ajo shketa se gjuna, po të më pastroj dhe kjo mu thot, atë ka marrë. Jo, re vla, e kemë për të kur me femra në vlenjatë të bëjmë shërë.